Kombëtarja shqiptare ka humbur me rezultatin 0-2 ndaj spanjollëve, të cilët kanë qenë dominues në çdo aspekt të lojës. Diego Costa në minutën e 52 dhe Nolito vetëm 7 minuta më vonë kanë fiksuar edhe rezultatin 0-2. Si në pjesën e parë edhe në të dytën spanjollët kanë qenë më dominues, por ndryshe nga pjesa e parë kanë qenë më konkret duke gjetur edhe 2 herë jetën e golit. Në minutën e 55 ka qenë një gabim i portierit të kombëtares shqiptare Etrit Berisha, i cili pason keq me këmbë. Vitolo rikuperon topin, pason të David Silva, i cili i shërben Diego Costas. Me portën e boshatisur, sulmuesi i Chelsea bllokon rezultatin. Në minutën e 63 është Nolito që penetron në zonë dhe godet diagonalisht duke mos i lënë asnjë shans Berishës që të reagojë. Pas kësaj humbje, Shqipëria rënditet në vendin e tretë me 6 pikë në grupin G, po aq kanë edhe kundërshtarët e radhës të kuqezinjve, izraelitët, të cilët fituan me rezultatin e ngushtë 2-1 ndaj Liechtensteinit. Vendi i parë ndahet me Spanjës dhe Italisë me nga 7 pikë secila. Italia fitoi në transfertën e vështirë ndaj Maqedonisë fal Ciro Immobile, që shënoi 2 herë për të kaltërtit, duke përmbysur rezultatin nga 2-1 në 2-3. Maqedonia dhe Liechtensteini ndajnë vendin e fundit duke pasur 3 humbje në 3 ndeshje të luajtura deri në këtë fazë të ndeshjeve eliminatore.